Në kilometrin e 4 të rrugës kombëtare Kraneqa-Bot ndodhet fshati Fitore, ose Marafend, siç quhej në vitet e para të sistemit totalitar. Marafendi është një ndër 58 fshatrat e Bashkisë së Finikit, ku vjet re një bashkëpunim i shkëlqyer midis kryesisë së fshatit, shoqatës së emigrantëve, por edhe Këshillit fetar. Më pak se 10% e banorëve të këtij fshati janë me banim të përhershëm në vendlindje. Nga 800 banorë të regjistruar, 740 prej tyre janë emigracion. Shoqata e emigrantëve ka kontribuar gjatë gjithë dekadave për përmirësimin e infrastrukturës në vendlindje, ndërsa kryetari i ri i shoqatës, artisti i njohur i këngës popullore zoti Vangel Qiriazo, ndodhet në vendlindje dhe ndjek punimet në kishën e Shënën e Premtes. Kryetari i fshatit vlerëson kontributin e emigrantëve. Shoqata e marafandjotëve të cilët janë në Athinë kanë kontribuar disa vite rjeshtë për infrastrukturën rrugore dhe të tjera këtu në fshatin tonë. Për shembull, kanë shtruar rreth 500 metra rrugë kryesore me beton dhe tani së fundi shoqata ka mbledhur një fond i cili përdoret për të rregulluar, përmirësuar kushtet mjedisore në kishën dhe për një murmbajtës i cili ka rënë në kishë, po kështu kontribut edhe për probleme që ka fshati si me ndriçimin, probleme për ndërtimin e disa çezmave tradicionale që themi neve, të cilat janë në gjendje të mjerueshme. Shumica e emigrantëve nga fshati janë në Greqi. Edhe janë organizuar dhe kohët e fundit shikojmë që ka një interesim të veçantë për të përmirësuar të paktën infrastrukturën rrugore, mjediset për një shesh ku në rast festash fetare, se ku ka dy kisha të cilat festojnë Shen Parashkevia dhe Shen Sotiri, të cilat festojnë në kohën e verës dhe mblidhen ata me shoqata kompletë dhe organizon veprimtari. Po tani kanë vënë dorë për të përmirësuar qendrën e fshatit. Kisha e fshatit feston më 26 korrik, por muaji gusht do të shënoj fluksin më të madh të kthimit të emigrantëve në vendlindje.